Shikues nderuar, televizioni shqiptar të Amerikës ju përshëndes. Këtë emision do ta kushtojmë Papa Franceskut, i cili më datën 21 prill 2025 kaloi në Hamshim. Njihet si papa i thjesht, si papa modest, si papa që ka qenë shumë afër stresave në nevojë, ka qenë një papa që ka dashur liri, pavarësi, ka dashur paqe dhe bashkëpunim e jetese me harmoni fetare me gjithë kombësitë kudo në botë. Është një papa që është shquar për shumë cilësira njerëzore edhe thjeshtësi, në mënyrë zakonshme për thjeshtësinë e tij dhe takimet që ka pasur me njerëzit e vobekët, me njerëzit në nevojë. Shumë personalitete, shumë njerëz të thjeshtë të botës në përgjithësi dhe botës shqiptare me veçanti kanë pasur fatin e mirë që të takojnë Papa Franceskun. Një nga personat që ka takuar Papa Franceskun, unë e kam të ftuar sot, por të gjitha ata persona që kanë pasur mundësinë, mundet të vinë në televizionin shqiptar të Amerikës, të rrëfejnë kujtimet e tyre, pasi mendoj se janë me shumë interes, se Papa Francesku ka qenë shumë afër botës shqiptare. I ftuari sot është baba Elidon Pashaj, tashme njihet, është një intelektual dhe pris fetar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një klerik shumë i përgatitur, jo vetëm nga ana teologjike, kudo ndodhur dhe në komunitetin ton, por përgatitja e tij është gjithëpërfshirëse duke ndjekur jetën e komunitetit ton dhe jetën tonë në vendlindje në mënyrë të përditshme. Baba, jam shumë i privilegjuar, jam shumë i kënaqur që ju kam sot në bisedë, pasi para disa viteve juve së bashku me një grup, me një komision të tejqes, keni qenë të ftuar në mënyrë zyrtare e keni takuar Papa Franceskun. Rëndësia e takimit të tij, pastaj do të shkojmë në anën teknike, se si shkoi biseda, çfarë biseduat, e të tjera sipas procedurave që keni realizuar gjatë kësaj vizite. Mirëmbrëma, zoti Vila, më lejoni që nëpërmjet Alp TV-s, nëpërmjet fjalëve tuaja, të shpreh ngushëllimet e mia dhe në emër të komunitetit bektashian, të gjithë vëllezërve dhe motrave besimtar, shqiptar, katolik dhe komunitetit katolik në diasporë dhe kudo që ndodhet për humbjen e liderit të tyre shpirtëror. Papa Francesku do të mbahet gjatë mend në veçanti për ne shqiptarët, sepse ishte edhe vetë zgjedhja e tij që mbasi u zgjodh në krye të një nga institucionet më të larta fetare botërore të katolikëve, zgjodhi pikërisht vendin ton. Pra ishte një nder i madh për Shqipërinë dhe për shqiptarët që vizita e parë të bëhesh në Shqipëri. Unë personalisht bashkë me kryetarin e komisionit, Nozifin, dhe drejtorin e bordit, Agim Lumani, dhe profesus të rinis, kemi patur një takim në 2022, ka qenë takimi i parë mbas shkëputjes gjatë që Covidi la. Ishte 22 tetor, mos gabohemi, kur neve kemi udhëtuar nga këtu për të patur në 26 tetor takimin në Vatikan. Ka qenë vërtet një takim breslënës, ftesa ka ardhur nga Vatikani. Në fakt ka qenë një takim i planifikuar për të bërë përpara Covidit. Fatkeqësisht me rënien e Covidit ky takim u anullua dhe ngeli si neshtje kur në ka ardhur telefonat nga ambasada e Vatikanit këtu në Washington, ka qenë më shumë si një surprizë, sepse duke qenë se arsye e Covidit, duke qenë dhe mosha e papës dhe shëndeti jo i miritia, menduam që nuk do të bëhesh këtë takim, por fatmirësisht u realizua. Ka qenë një takim 2 orësh, 2 orë jo vetëm me neve, sepse ka patur dhe njerëz dhe komunitete tjera përpara, por ajo që të personalisht më ka lënë përshtypje të zakonshme ishte dedikimi i papës. Dedikimi i tij me çdo personalitet që ndodhej aty, duke kushtuar vëmendjen e zakonshme dhe duke u munduar që të ndante eksperiencën e mdana e tija, por edhe të përfitonte nga personi që kishte përballë. Çfarë konkretisht keni biseduar juve personalisht, por edhe të ftuarit e tjera kishin mundësi për të shprehur diçka që mund të kenë pasur, pasi ju e vlerësuat shumë në fillim që është një takim i rëndësishëm.
Patjetër, është një takim i rëndësishëm sepse do të thoshja të paktën për të qenë Bektashiane këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është hera e parë që një klerik i diasporës bektashiane takohet me një përfaqësues të lartë një ndër komuniteteve më të fuqishme fetare, botërore të quaja, komunitetit katolik. Përpara se të shkonim, ka patur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me protokollin e ambasadës Vatikanit këtu. Duke ditur sepse ata kanë një mori kufizimesh, mënyrë si do realizohet, çfarë mund të komunikohet dhe çfarë mund mos komunikohet, pa cënuar atë integritetin e të dy komuniteteve njëri tjetrit. Ka qenë vërtet një pritje ngrohtë nga ana e Papës, ajo që neve më shumë jemi munduar si unë personalisht edhe pjesa e bordit të EQE-s, ka qenë që neve aty të çojmë sa më shumë informacion për komunitetin bektashi, për Baba Rexhepin, për të qenë mënyrën se si organizohet, mënyrën se si funksionon, vojtjet që ky komunitet ka kaluar, vojtjet që Baba Rexhepi kaloi dhe si arriti këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mbante gjallë bektashizmin si e vetmja teqe zyrtare, botërore, pasi mbyllja që ndodhi në Shqipëri dhe ishte e vetmja teqe deri në vitin 1991-92 kur ripërsëri u hapën teqet bektashiane në Shqipëri. Papa Franceskut neve në ana ime personale i kam dhuruar një teslim, pra që neve e përdorin klerikët bektashi me një shqiponjë shqiptare, i punuar apostafat nga një artist shqiptar këtu në diasporë. Kryetari i komisionit i ka dhuruar librin e Baba Rexhepit. Neve kemi patur dy përkthyes me vete, po ka qenë interesante sepse Papa fliste shumë mirë anglisht dhe neve nuk kemi patur nevojë në ato momente fare për përkthyesit. Dhe në ato do të thoshja 20 minutat që neve na u dhan si grup, jemi munduar që të gjithë të shpjegojmë diçka rreth hamdhuratave dhe kush jemi neve. Ka qenë interesante sepse Papa Francesku ishte i hapur për të mësuar, për të dëgjuar dhe ishte shumë njeri që kërkonte të mësonte nga gjërat e reja. Nëse kemi parë aty dhe nga ministri për marrëdhëniet me botën islame që na ka shoqëruar i Vatikanit, Zoti Khalid, edhe gjatë bisedës që kam patë me të, ishte sepse Vatikani ishte shumë pak e informuar për bektashizmin. Dhe kjo neve na shtyri që gjatë vizitës tonë ne kemi çuar dhe goxha literaturë. Një ndër këto ka qenë dhe dhurimi i librit Baba Rexhepit nga ana e kryetarit, pasandaj ka qenë dhe libri i dhurimit të Robert Els nga Zoti Agim Lumani për bibliotekën e Vatikanit dhe aty kemi parë që vetë përfaqësuesit që kemi pasur bisedën më vonë pastaj me Radio Vatikanin, lidhjet e shumta që besimet kanë me njëri tjetrin. Pra, e gjithë qëllimi edhe besimit katolik edhe besimit islam, gjithë qëllimi është afrimi i njerëzve sa më shumë me Zotin, prania e tyre. Ato broritjet entuziaste të njerëzve në sheshin e Shënpjetrit ishin vërtet mbreslënse, mënyrën se si ata e shikojnë, respektojnë dhe trajtojnë liderin e tyre. Të dy klerikët, ata që shërbejnë në fushën e fesë katolike dhe ata që shërbejnë në fushën e fesë bektashiane, janë sakrifikuar duke mos u martuar. Pra nuk krijojnë familje, klerikët e këtyre dy sekteve fetare. A është kjo një afinitet ose një pavarësi në kuptimin e sakrificës edhe nga ana fetare? Nuk e di në ana teologjike e tyre sepse si ata e trajtojnë, kurse nga ana e parjes teologjike të tarekatit bektashi është i gjithë qëllimi që kleriku duhet të jetë i dedikuar në shërbim të njerëzve. Dhe duke qenë se familja sot kërkon një obligim dhe siç edhe më përpara ka pat një obligim shumë të madh. Klerikët bektashi kanë qenë misionarë që lëviznin vazhdimisht dhe në pamundësi që dikush të kujdesesh për familjen e tyre, kjo ka qenë një zgjidhje ose një vendim i marrë nga tarikati bektashi për të patur baballar dhe mëxherret, por besoj që po ta shikosh nga ana e jashtme, gjithë qëllimi është që klerikët të gjithë dedikimin, gjithë jetën e tyre të jenë të fokusuar në
predikimin e Zotit dhe të gjithë jetën e tyre të japin besimtarve, duke u shprehur më së miri dashurinë e Zotit dhe duke treguar më së miri dedikimin që të gjithë neve duhet kemi kundër tij.